Projektligji i qeverisë për ndryshimin e ligjit për mbrojtjen e tokës bujqësore, i cili u miratua dje në Kuvend, ka hapur një debat të fortë politik jo vetëm me opozitën, por edhe brenda vetë Partisë Socialiste. Për herë të parë, majoranca propozon që toka bujqësore të mund të përdoret edhe për aktivitete agri-fotovoltaike dhe parqe eolike, ndërsa kriteret se cilat toka do të përdoren dhe si do të jepen do të përcaktohen më pas me vendim të Këshillit të Ministrave. Ndryshimet parashikojnë që qeveria të vendosë rregullat për përdorimin e tokës bujqësore për impjantet agri-fotovoltaike dhe eolike në toka me bonitet deri në 8, si edhe mënyrën e monitorimit dhe tarifat që do të paguajnë subjektet që prodhojnë energji. Por pikërisht kjo pikë ka ndezur alarmin. Gjatë shqyrtimit në Komisionin e Ligjeve, kundër projektligjit doli jo vetëm opozita, por edhe deputeti socialist Damian Gjiknuri, ish ministri i energjisë. Ai kundërshtoi nenin që lidhet me parqet eolike, duke argumentuar se këto impjante kërkojnë struktura masive betoni dhe nuk mund të konsiderohen të padëmshme për tokën bujqësore. Debati me ministrin e drejtësisë Ulsi Manja u tensionua deri në atë pikë sa Gjiknuri braktisi mbledhjen e komisionit. Edhe opozita ka ngritur dyshime se pas ndryshimeve nuk fshihet një kërkesë e Bashkimit Evropian, por interesa konkrete biznesi. Deputetja Jorida Tabaku paralajmëroi se ndërsa bujqësia shqiptare ndodhet në krizë dhe fermerët përballen me mungesë fondesh, qeveria po hap rrugën që edhe toka bujqësore të përdoret për parqe fotovoltaike dhe eolike pa kritere të qarta. Këto dyshime ushqehen edhe nga mënyra se si është zhvilluar deri tani biznesi i energjisë fotovoltaike në Shqipëri. Vitet e fundit ndërtimi i parqeve fotovoltaike është kthyer në një nga sektorët më fitimprurës. Në argumentin e tranzicionit të gjelbër, qeveria ka miratuar një seri projekte shumëvjeçare për kompani që në shumë raste lidhen me emra të njohur të biznesit pranë pushtetit. Vetëm në një mbledhje të fundit të Këshillit të Ministrave u miratuan 3 projekte të mëdha, një park fotovoltaik 70 MW në Savër të Lushnjës për kompaninë 3X Energy, një park 50 MW në Sarand për Park Sol Energy dhe një tjetër park 54 MW në Poliçan për kompaninë X1. Pas 3X Energy qëndrojnë Agim Xhindoli dhe Adrian Dula. Ky i fundit është njohur publikisht si personi që i vënë në dispozicion kryeministrit Edi Rama studion ku ai realizon punimet e tij me qeramik. Ndërkohë Agim Xhindoli rezultoni përfshirë edhe në kompaninë Park Sol Energy, e cila mori një tjetër projekt fotovoltaik në Sarand. Po aq domethënë se është rasti i kompanisë X1. E krijuar në vitin 2021 me një kapital prej vetëm 10.000 eurosh, kompania ndryshoi profil pasi në vitin 2024 ortaku bë biznesmeni Ilir Trebicka. Pas kësaj X1 nisi të përfitojë një sër vendimesh të favorshme. Fillimisht mori 137 hektar tokë shtetërore në zonën Baqel Kodhel të Lezhës me status investitor strategjik, më pas një tjetër kompani e lidhur me të njëjtat emra, Grand Park Skyline mori leje për ndërtimin e trekullave pranë Gardës Republikës, ndërsa tani u miratua edhe projekti fotovoltaik në Poliçan. Lista nuk mbyllet këtu. Në vendime të tjera qeveritare kanë marrë licenca apo miratime edhe kompanisë si Technofire e Gramos Çeikut, Kronos Konstruksione Vasiljovanit dhe Solon Energy Agron Kovacit. Një tjetër rast që ka ngjallur debat është ai i kompanisë Dion Energy, në pronësi të Amantia Xhafaj dhe Ditjon Baboçit, vajza dhe dhëndrish ministrit Fatmir Xhafaj, së bashku me Artan Sakon, vëllain e ish-drejtorit të Gardës Gramos Sako. Kompania përfitoi tokë shtetërore në zonën e Topoj Semanit për ndërtimin e një parku fotovoltaik dhe më pas u licencua nga enti rregullatori i energjisë për prodhimin e energjisë. Në këtë sfond, projektligji i ri për tokën bujqësore është një hap tjetër që mund të zgjerojë hapësirën për projekte energjetike mbi sipërfaqe të destinuara për bujqësinë. Qeveria argumenton se bëhet fjalë për zhvillimin e agri-fotovoltaikëve dhe energjisë së rinovueshme, ndërsa kundërshtarët paralajmërojnë se ndryshimet mund të krijojnë një tjetër mekanizëm për kalimin e tokës bujqësore në funksione të tjera, në një kohë kur sektori i bujqësisë po përballet me një nga periudhat më të vështira të viteve të fundit.